Radio Televizioni i Kosovës ka siguruar një dokument që vërteton se njësitë speciale të policisë serbe në shkurt të vitit 1999 kishin hartuar një listë për ekzekutimin e 66 shqiptarëve. Dokumenti i titulluar Lista e shqiptarëve që duhet të likuidohen me procedurë të shpejtë mban në shkrimin e komandantit të njësisë speciale të policisë serbe, kolonel Marinković, dhe përmban emrat e 66 qytetarëve shqiptar, shumica prej të cilëve figura politike dhe intelektual të kohës. Në mesin e personave që kërkoheshin për ekzekutim, ishte edhe ish kryeministri i Kosovës Bajram Rexhepi, i cili gjatë luftës shërbente si mjek i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Po ashtu në këtë listë ishte edhe Sadri Ferati, ish ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës. Sipas dokumentit, territori ishte i ndarë në zona operative, ku emrat e caktuar ishin përgjegjës për realizimin e vrasjeve në secilën zonë. Mes personave të përfshirë në ekzekutimin e këtij plani, ishin emrat të tillë si Dejan Ratko, besohet të jetë Ratko Antonejević, ish drejtori i Bugut të Mitrovicës, Kasalović dhe Ajeti, i dyshuari Sherefedin Ajeti, ish drejtori i Bugut të Mitrovicës. Në 24 mars 1999, kur NATO nisi ndërhyrjen ajrore ndaj saqeve ushtarake dhe policore të regjimit të Slobodan Miloševićit, besohet se strukturat serbe në terren filluan zbatimin e listës së ekzekutimit. Në mesin e personave që duhej të ekzekutoheshin ishte edhe Agim Hajrizi. Atë mbrëmje në shtëpinë e tij në Mitrovic u vran brutalisht Agim Hajrizi, djali i tij 11 vjeçar Iliri dhe nëna Aja Agimit. Po atë natë u vra edhe Latif Berisha në banesën e tij. Afrodita Hajrizi, bashkëshortja e Agim Hajrizit, ka dhënë një dëshmi të fuqishme në Tribunalin Ndërkombëtar për krime në Jugosllavi, ku identifikoi disa nga autorët e krimit: Nenad Pavićević, Ratko Antonijević, Dejan dhe Boban, duke deklaruar se të paktën 2 prej tyre ishin të njohur për përfshirje në akte dhune ndaj shqiptarëve dhe para luftës. Ishin të njohur me vrasësit, ishin fqinje tanë me uniforma, kujtonte Afrodita Hajrizi, duke theksuar se autorët e masakrës nuk ishin të panjohur apo të ardhur nga jashtë, por ishin njerëz me të cilët kishin jetuar për vite me radhë në të njëjtën lagje. Ata nuk erdhën për të na friksuar, por për të na zhdukur. Vrasja e Agimit nuk ishte thjesht një krim, ishte një akt i pastër i pastrimit politik dhe etnik, pati deklaruar Afrodita Hajrizi në dëshminë e saj para Tribunalit të Hagës.